Virgilit tek Eneida, tek libri 2, vargu 268. O lux Dardania, spesso fidissima Teukri. O dritë e Dardanis, shpresa më besnike e Teukërve. E kam këtë sepse nëse na ka mbajtur gjallë, jo vetëm ne dhe Evropën, ka qenë Konstantin i Madh, nga i cili kemi dhe flamurin, që e ktheu krishtërimin nga sekt, e ktheu në fe dhe mburet Evropa. Por ne kemi dhe një datë shumë të rëndësishme historike që është 28 nëntori, është dita e princërve të Evropës. Nuk e zgjodhi kot Skënderbeu, ja kam të sqaruar edhe zotit Guri, vjen nga Këshilli Clermontit në Francë në 1095-ën, kur Saracenët donin të pushtonin Evropën dhe u bën bashk Bizanti bashk me papatin që kishte qendrën në Clermont të Francës, ku ishin mbledhur kardinal e gjithë. Dhe u bën nga 17 nëntor i vitit 1095 deri në 27 nëntor. Dhe papa tha, ata njerëz që do të shpëtojnë Evropën, do të, sidomos bujarët ose fisnikët, do të hiqen gjithë këto njollat që mund të kenë ose gabimet që kanë bërë, dhe do të vinë ditën tjetër të betohen. Pra 28 nëntor i vitit 1095 ishte dita e betimit të fisnikëve të gjithë Evropës. Prandaj për Skënderbeun gjithë francezët dhe Volteri ka shkruar që në një popull të vogël, një njeri jashtëzakonshëm. Me thënë, është një figurë e shenjtë, kemi flamurin të shenjtë, kemi Skënderbeun të shenjtë, kemi 28 nëntorin të shenjtë. Jam dakord me zotërin që tha nuk ka vend tha që të ketë 2 shenjtor. Jo, ka vlora 3 shenjtor. Ka Shën Donatin, ka Shën Lefterin, i djegur në turën e druve në kohën e perandorit Adrian, me origjinë nga Kanina të 3, kemi dhe Shën Angelinën, që nuk është e Serbisë, po është e Vlorës, po sërbët nga që ne u muslimanizua me morën për vete, një që kishte lindur në Berate, do me thënë tek nëna nga Muzakajt, dhe nga Gjergj Araniti. Prandaj, kjo që doja të thosha sot, është për këtë gjë që ditën e djeshme ishte 105 vjetori i lindjes së Nermin Vlora Palaskit. Gruas që guxoi të shkruante etruskishta gjuhë e gjallë ose gjuha etruske dhe gjuha shqipe, lidhjen e saj që ishin shkëndijat e para që nxitën dhe njerëz të tjerë që jemi sot në këtë që është science e bërë gjuhë shqipe një nga gjuhët më të lashta të botës. E kam për këtë sepse ne punojmë ditën, armiqtë tanë punojnë natën. Ne kishim polifonin, ata na i bën ISO. E dini shumë mirë gjithë. Dhe unë falenderoj zotin Sazanguri dhe për një shkak tjetër. Ju falenderit shumë, jo vetëm për punën e Lapçe Vënçes, që e keni quar në gjyq, por dhe për faktin e gjithë këtyre botimeve që po bëhen nga këta në ndjekin nga Shqipëria, do më thënë, po në gjithë to bibliotekat e Evropës, intelektualës shqiptar po nxjerrin thesare. E kam këtë sepse para 5 vitesh kam përkthyer një libër që këto Dardanët dhe Trojanët i bënin grek. Tani kanë hequr fjalë, do më thënë, hiqnin fjalë Dardan e bënin grek, hiqnin fjalën Trojan e bënin grek. Tani thonë që Dardanët Trojan, pasaj e vë në fund që janë grek. Por këto gjëra në bazë të botimeve që kanë nxjerrë shqiptarët nga arkiva të ndryshme, sa po vinë dhe po shtrydhen, po hiqen, po tërhiqen dhe po bëjnë gjëra të tjera siç janë puna e shqiptarëve në Maqedoni. Unë ju falenderoj dhe mendoj që të gjithë duhet punojmë pavarësisht se çfarë bën shteti, kush është vënë aty, që nuk i kujtojnë këto figura që kanë dhënë nga shpirti i tyre, nga jeta e tyre. Ju falenderoj.